Tomas Strakosha ishte heroja e ekut të Athinës në barazimin pa gola ndaj PAOK-ut. Gardiani shqiptar priti një 11 metrash në minutën e 12 duke i mohuar golin sulmuesit 31 vjeçar Giorgios Giacomakis. Fal këtij barazimi në transfert ndaj një rivali direkt si PAOK-u, skuadra e ekut arriti të ruante kryesimin teksa në 21 javë ka siguruar 49 pikë, 2 më shumë se Olympiakosi i vendit të dytë. Me paraqitjet e tij Strakosha është ndruar në një nga lojtarët më të rëndësishëm të skuadrës verdezi.